Ndërkohë besoj mund ta bësh edhe një krahasim me 2010-ën, jemi në kushtet që duhet të kemi gjendjet e emergjencës? Shiko, absolutisht edhe sipas ligjit nuk mundet kushtësisht që shpallet gjendje e jashtëzakonshme. Pse? Nuk mundet pas çdo shiu të shpallet një gjendje e jashtëzakonshme. S'është normale, s'është serioze dhe nuk është as ligjore. Gjendja e jashtëzakonshme sipas ligjit 2019-s shpallet kur ka humbje jete në mas, kur ka rrezik për tejkalim të asaj situate që mund të jetë aktuale, kur pritet që të ketë dëme të mëdha dhe të pamenaxhueshme nga strukturat që janë aktualisht shtetërore dhe parashikohet që të ketë ndërhyrje më të gjëra nga shtetet apo nga vende të tjera, kur ka dëmtime të mëdha në infrastrukturë, këto kushte sot nuk janë. Nëse ne do shpallim gjendje e jashtëzakonshme për çdo shi që bie, kjo nuk është normale. Strukturat e mbrojtjes civile, strukturat të tjera ndihmëse janë të gjitha në terren. Po. Prej 2 ditësh unë i kam ndjekur madje ushtria, ministri i mbrojtjes, ministria e brendshme, ministri i bujqësisë kanë qenë bashkë në krye të stafeve për të kontrolluar, të menaxhuar dhe për të ndjekur të gjithë ecurinë dhe problematika në çdo qark ku ka patur probleme. Dhe nuk është parë arsyeshme për të shkuar drejt një kërkese apo për ta menduar për shpallur gjendje e jashtëzakonshme. 2011 ka qenë një vit ekstrem në çështjen e përmbytjeve. Ne kemi nejtur për të paktën unë kam qenë vetë koordinator për ushqimet në Shkodër dhe kemi nejtur 45 ditë. Dhe nuk është shpallur gjendja e jashtëzakonshme. Në Shkodër ka qenë gjitha e përmbytur deri në qendër të Shkodrës. Po mund ketë gabim tha Alibe me drejt. Atëherë do ishte shpallur kjo, me që u bë gabim atëherë pse të sepse një nga pikat thotë duhet ketë humbje jete edhe duhet rrezikohet që jo këtu jemi mirë ne, nuk kemi raste. Duhet ketë dëmtime të infrastrukturës kritike. Pra ne duhet jemi në kushtet kur gjysma e digave apo të ketë informacione që disa prej digave mund të jenë në rrezik prishje, edhe atëherë duhet shpallur gjendja e jashtëzakonshme për të mobilizuar forca shtesë, edhe ushtria futet sipas ligjit pa qenë nevoja e shpalljes së gjendjes së jashtëzakonshme dhe për të futur kapacitete të tjera për të kryer evakuime të shpejta dhe për të futur mjete të specializuar si mund të jenë helikopter dhe mjete të tjera për të larguar njerëzit që janë në vende ku rrezikohet. Pra, për të shtuar kapacitetet në mënyrë të menjëhershme. Dhe nuk është vetëm çështja e dëmshpërblimeve, sepse ligji e parashikon pa shpallur gjendjen e jashtëzakonshme çdo dëm që është shkaktuar, qeveria dhe shteti shqiptar duhet patjetër të përgjigjet dhe mendoj që është përgjigjur. Mund të ketë raste në 2011 për shembull nuk u dëmshpërblyen dhe ka vajtur çështja deri vonë deri në 2016 mos gaboj ka patur raste që nuk i kanë marrë parat e gjithë dëmeve që janë shkaktuar nga përmbytja e 2011-s. Por kjo nuk do të thotë që u pengua nga mos. Sot nuk kemi në ato kushte që nuk kemi në ato kushte. E mbarova. Ekipet kanë qenë në terren, të gjithë mjetet dhe pajisjet kanë qenë atje, bashkitë janë të fokusuara tek aty ku është shfaqur problematikat më të mëdha. Unë i kam ndjekur dhe edhe ministrin e mbrojtjes, kryesisht po dhe ato të brendshme bashkë me strukturat e mbrojtjes civile, kanë dërguar ekipet ku ka patur nevojë, kanë bërë thirrje për qytetarët të largohen nga vendet ku mund ta ndjejnë veten të rrezikuar. Ne kemi disa banor të larguar nga disa vende që kanë qenë përmbytur. Kavalishencat janë të hapur si ajo e Ministrisë Brendshme dhe Mbrojtjes për qytetarët që kanë patur nevojë dhe nuk jemi në kushte ku situata ka dalë jashtë kontrollit dhe kapacitetet aktuale nuk e menaxhojnë dot.